Po sot dua të ndaj një mesazh nga fjala e Perëndis, cili besoj dhe shpresoj që do t'i flasë zemrave tona. Dua ta quaj, nuk e di, a dëgjojmë kështu apo duhet ta mbaj? Duhet ta mbaj. Okej, pa, shumë. I përshëndesim ata që nuk janë me ne, por janë online. Unë dua të flas sot për një temë e cila për shumë prej nesh është shumë e dashur. Është tema e rizgjimit, por dua të shikojmë një pasazh sot specifikisht nga Ungjilli sipas Gjonit. Perfekt fare. Kështu s'duhet ta mbajmë dorë. Dua të shikojmë një pasazh nga Ungjilli sipas Gjonit. Dhe do ta shikojmë se si fjala e Perëndis na flet. Tema për këtë mesazh është të korrësh atë për të cilën nuk u mundove. Ose do ta bëjmë në numrin shumës, sepse rizgjimi është për gjithë ne. Rizgjimi është nga Perëndia, është për lavdinë e Tij dhe është për gjithë popullin e Zotit. Kështu që mesazhi për sot është të korrim atë për të cilën ne nuk u munduam. Pasazhi është nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli i 4. Menjëherë kur dëgjojmë për Gjonin 4, na vjen në mendje gruaja samaritane. Në të vërtet, gruaja samaritane, sipas historisë që ne lexojmë në Ungjill, është ajo lentja përmes cilës ne në fakt shohim vetë Jezu Krishtin. Çdo histori në Bibël mund të jetë gruaja samaritane, mund të jetë Natanaeli nën fik, mund të jenë apostujt ose dishepujt në varg, mund të jenë turmat, por çdo personazh në librin e Perëndis, në Ungjillin e Jezu Krishtit, na hedh dritë dhe na zbulon vetë personin e Jezu Krishtit. Gjithsesi, historia shumë e bukur sepse Jezusi bashkë me dishepujt e Tij, ne e dimë që ato nisen për të shkuar në Galile, mbasi kishin kryer shërbesë publike në Judeja është në jug të Izraelit. Shkrimi thotë që Jezusi i mori të vetët, sepse ai në vargun e parë kishte dëgjuar, kishte marrë vesh se farisejt kishin dëgjuar se Jezusi po bënte më shumë dishepuj dhe po pagzonte më shumë se Gjon pagzori. Ndonë se në të vërtet nuk pagzonte Jezusi vetë, por dishepujt e Tij. E kështu e la Juden dhe shkoi përsëri në Galile. Por duhet kalonte në për Samari. Për ata që e kanë lexuar historinë ose me siguri edhe predikus të tjerë kanë folur mbi këtë pasazh, është e rëndësishme ta theksojmë që kur Ungjilli thot shprehimisht që ai duhet të kalonte në për Samari, këtu na zbulohet një çelës për të kuptuar zemrën e Jezu Krishtit, për të kuptuar zemrën e Perëndis, misionin e Tij. Sepse miqtë e mi të dashur, rruga për të shkuar në Galile nga Judeja, në përgjithësi për judenjt kalonte në lindje, në shtratin e lumit Jordan, ande kalonte rruga në përgjithësi. Po kishte edhe një rrugë që shkonte nga perëndimi. Dhe judenjt nuk e kishin zakon të kalonin në rrugën e lindjes, në rrugën e perëndimit, sepse ajo kalonte mes për mes Samaris. Dhe ne e dim shumë mirë se samaritanët ishin të përbuzur, për popullin e Perëndis, por jo për Perëndin e popullit të Tij.
E kështu ndodh që i shkon atje, ne e dim nga historia që në një moment caktuar Bibla thotë që Jezusi ishte i lodhur. Për ta vendosur këtë histori në kontekstin e duhur, do duheshin 2 ose 3 ditë për të shkuar nga Judea deri në Samari. Sepse rruga ishte, ne nuk e dim sakt vendin e nisjes për nga u nis Jezusi dhe dishepujt, po për të shkuar pak a shumë nga vendi ku ata u nisën deri në Samari, duhet përshkohej një rrugë prej 70 deri në 100 kilometra. Rrugë e cila mund bëj për 2 ose 3 ditë. Për ata që kanë qenë në tokën e Izraelit e dinë që është një tokë e stërmundimshme, që shpesh herë duhet kalosh në shkretir, shpesh herë duhet kalosh në tokë të thatë dhe në tokë të gurtë. E kështu miqtë e mi, Jezusi shkon, sepse motivi i Jezusit, miqtë e mi të dashur, është dashuria. Jezusi im dhe Jezusi juaj, Jezusi ynë, është dashuri. Dhe është dashuria motivi i zemrës ti që e bën atë të bëj çdo gjë. Mirë, por në këtë rrugtim të dashurisë, Jezusi na jep disa çelësa. Jezusi i hap mendjet tona për të kuptuar disa sekrete. Sekretet e mbretërisë së Perëndisë. Amen. Në vargun 8 të kapitullit 4, mbasi Jezusi takon gruan samaritane, në vargun 8 thuhet, dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të blerë ushqime. Do ta shikojmë pak më vonë histori se si prioritetet e Jezusit ndryshojnë nga prioritetet e dishepujve. Shpeshherë dishepujt e Jezu Krishtit në vitin 2026 në Shqipëri i kanë ngatruar prioritetet. Njësoj si ngatruan dishepujt e Jezusit në shekullin e parë. Bibla thot nuk ka asgjë të re në diell. Në qoftë se ata të cilët ishin bashkë me Jezu Krishtin i ngatruan prioritetet e tyre, sa më shumë ne. Sa më shumë ne do t'i ngatrojmë prioritetet tona, sepse këmbët tona, miqtë e mi, do të ngatrohen rrugës. Ne do të humbasim fokusin, ne do të humbasim qëllimin nga zemra e Perëndis, nga misioni i Perëndis, nga dashuria e zjarrt në zemrën e tij. E kështu dishepujt ikin nga skena. Në një farë mënyrë është mirë që ata ikin, sepse po të kishin qenë prezent, me siguri do ta kishin ngatruar pak muhabetin. Keni parasysh kur ne themi pse u fute pyk? E Jezusi thotë shqyr që ikën. Misioni i tij është shumë më i lehtë kur ajo grua përballë ka vetëm birin e Perëndis. Edhe kështu historia jonë vazhdon. Dhe në vargun 27, mbasi gjithçka kishte mbaruar, Gjoni thot, në këtë çast erdhën dishepujt e tij dhe u mrekulluan ose u habitën ose mbetën të shtangur, se si ai po fliste me një grua, normal që ishin çuditur, kishin shkuar të blejnë bukë. Harruan punët e mbretërisë Perëndis. Harruan punët e Atit. Dhe ata u mahnitën se si ai po fliste me një grua. Por asnjë nga ata nuk i tha çfarë po kërkon ose pse po flet me të. Lejoni të lexoj nga vargu 31 dhe deri në vargun 38. Ndërkaq,
Dishepujt e vet po i luten Jezusit duke thënë: Mësues. Ha. Por ai u tha atyre: Unë kam një ushqim për të ngrënë, të cilin ju nuk e njihni. Për këtë dishepujt i thoshin njëri tjetrit: Mos i solli vallë dikush për të ngrënë. Jezusi u tha atyre: Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të më përmbush veprën e tij. A nuk thoni ju se ka edhe 4 muaj dhe vjen korrja? Ja, unë po ju them, ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat, sepse ato janë tashmë të bardha për korrjen. Edhe ai që korr e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që të gëzohen, duhet ta lexoj edhe një herë. Edhe ai që korr e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që të gëzohen bashk ai që mbjell dhe ai që korr. Sepse në këtë vërtetohet e thëna: një mbjell e tjetri korr. Unë ju dërgova që të korrni atë për të cilën ju nuk u munduat. Ç'është rizgjimi? Rizgjimi, miqtë e mi, është të korrësh atë për të cilën nuk u mundove. Miqtë e mi, këto janë fjalët e Jezu Krishtit, Zotit tonë, nuk janë fjalët e mia. Le ta lexojmë edhe herë vargun 38. Unë ju dërgova të korrni atë për të cilën ju nuk u munduat. Të tjerët u munduan dhe ju hyt në mundimin e tyre. Unë duat hedh dritë mbi disa aspekte të këtij mesazhi. Nga shkrimi i shenjtë, nga fjala e Perëndisë. Së pari, miqtë e mi, të kërkosh rizgjim është të kesh prioritetin e Jezusit. Të kërkosh rizgjim është të kesh në mendje, është të kesh në zemër të njëjtin qëllim që ka vetë Jezusi. Vini re në vargun 34. Dishepujt kanë ardhur me bukë në dorë dhe ata i ofrojnë Jezusit. Vini re atë keq kuptimin, mos erdhi dikush vallë, mos i ka dhënë dikush për të ngrënë. Dhe në vargun 34 Jezusi u thot: miqtë e mi, ushqimi im është të bëj vullnetin e Atit tim. Miqtë e mi, cili është prioriteti i kishës? Cili është qëllimi i kishës? Është të bëjë të njëjtën gjë që bëri Jezusi. Miqtë e mi, çfarë bëri Jezusi? Jezusi jetoi për një qëllim. Këtë e thot libri i Zotit. Këtë nuk e thot njeriu. Jezusi thot: ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përmbush veprën e tij. Pra, Ati pas ka një vullnet për birin. Dhe është një vepër të cilën biri duhet ta përmbushi.
Miqtë e mi, kisha ka të njëjtin qëllim. Miqtë e mi, qielli ka një projekt në zemër. Qielli ka një rrugë. Qielli ka një vepër. Dhe kisha, miqtë e mi të dashur, njësoj si Jezusi, kërkon të jetoj për një qëllim. Vini re që në historinë tonë, Jezusi takon një grua. Mendo ti ke je një grup misionar, ju keni qenë në Strug edhe në Dibër apo jo me ne? Edhe kemi kalu qit hapur për mbi ne, apo jo? Sa rritëm Dibër, qit hapur. Në Strug. Wow! Mrekulli, apo jo? Mendoni që jeni nisur në mision. Keni 3 ditë që rrugtoni. Edhe zemra juaj është për rizgjim. Ju kërkoni të sillni sa më shumë njerëz në mbretërinë e Perëndis. Dhe për 3 ditë s'ka ndodhur asgjë. Ditën e 4 ju del përpara një shpirt i humbur. Një shpirt i humbur. Shumë prej nesh nuk impresionohemi nga një. Shumë prej nesh duam shumë. Çfarë thot Jezusi? Unë nuk jam për shumë, unë nuk jam për pak, unë nuk jam për 1, unë nuk jam për 1000, unë jam këtu për të bërë vullnetin e Atit, pik. Disa herë, vullneti i Atit është për një person. Është zemra e të krishterit e kënaqur. Në qoftë se ti jeton në bindje ndaj vullnetit Perëndis. E nëse bindja jote nuk rezulton në atë që të tjerët e konsiderojnë sukses, por qielli është i lumtur përmbi ty, sepse ti ke bërë vullnetin e Atit. Shive fjala e Perëndis thotë që bindja është më mirë se sa flijimi. Libri i parë i Samuelit, kapitulli 15, vargu 22. Zoti thotë, të bindesh është më mirë se sa të bësh mira vepra në mishin tënd. Unë jam misionar bashkë me bashortën time. Kemi jetuar në Kosovë, tani jetojmë në Maqedoninë e Veriut. Po prap, zemra na rre për këtë komb. Përsëri zemra na rre për kishën në këtë vend. Ndodhi që dikur në vitet 2010, kisha në Shqipëri filloi të marri një trajektore. Sepse këtu në Shqipëri erdhën disa mësime që ne duhet luftojmë si të krishterë të arrisim kishën. Kjo quhej lëvizja e rritjes së kishës. Dhe ne këtu në Shqipëri u vëmë në një garë të fortë. Ne u vëmë në një garë të fortë se kush do të arrisi kishën më fort. Kush do të bëj kishën më të madhe? Miqtë e mi të dashur, nuk është kjo zemra e qiellit. Zemra e qiellit nuk është të rrisësh kishën. Zemra e qiellit është të bësh vullnetin e Atit. Ati e rrit kishën. Kur bijt jetojnë në bindje ndaj vullnetit të tij. Pik. Kur pasioni i të krishterit është lavdia e Perëndis, njësoj si pasioni i birit Perëndis, pasioni i zemrës cilit ishte në çdo çast të bënte vullnetin e tij.
buka ime është një buk tjetër, faleminderit. Po mere, mësus, është nga furra më e mirë e Samaris. Unë kam një buk tjetër, miqtë e mi. Buka ime është të bëj vullnetin e Atit. Kam një pasion. Dua në çdo çast të bëj vullnetin e Tij. Të kërkosh rizgjim, miqtë e mi, është jetosh si Jezusi. Është sikur vetë Jezusi thotë, është të jesh besnik në gjërat vogla. Vini re historinë tonë, zemra e qiellit shkrihet për një grua samaritane. Sepse zemra e qiellit, miqtë e mi, është zemër e dhemshur. Ungjilli kërkon një. Ne kërkojmë 1000. Zoti thot, nuk mund të jap 1000, në qoftë se në zemrën tënde nuk ka dhemshuri për një. E nëse në zemrën tënde ka dhemshuri për një, qielli do të hapet. Wow! Shtëpia do të mbushet. Wow! Sepse Ati i sjell bijt në shtëpi. Në të vërtet, biri i sjell, sipas historisë së djalit prangprishës. Dhe vetë Zoti e thotë në librin e Tij, Ungjilli i Lukës 16:10, kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdha. Shifeni birin, miqtë e mi, biri në çdo gjë është i lumtur thjesht të bëj vullnetin e Atit. Kisha fitoria ka një kish, më duket në një fshat që e harrova emrin tani. Kajan. Dhe aty në website-in tuaj thuhet që gjërat e vogla nuk duhen përbuzur. Sepse këtë e thot goja e shumë të lartit. Apo ja? Kush ka mundur ta përbuzi ditën e fillimeve të vogla? Miqtë e mi të dashur, ne Shqipëri jemi në fillim. Ky është fillimi, sepse Zoti po e bën gati nusën e Tij që të hapi portat e qiellit dhe kisha të mbushet me bijt që do të kthehen në shtëpi. Në shtëpinë e Atit. Në shtëpinë e Atit. Atje ku prezenca e Tij i shëron bijt. Atje ku prezenca e Tij i çliron nga skllavëria. Atje ku prezenca e Tij i çliron nga skllavëria. Amen. Një shpirt i shpëtuar është boll në mbretërinë e Perëndis. Në të vërtetë ne e dim nga historia që nga ky një shpirt shumë të tjerë erdhën në njohjen e Jezu Krishtit. Së dyti, me njëherë mbas vargu 34, vargun 35 thuhet, a nuk thoni ju se ka edhe 4 muaj dhe vjen korrja? Ja, unë po ju them, ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat, sepse ato janë tashmë të bardha për korrjen. Miqtë e mi, çdo brez ka nevojë të dëgjoj fjalën e Perëndis. Sepse në këtë varg, Bibla thotë që Jezusi i foli. Ja, unë po ju them. Kështu thot Bibla. Ja, unë po ju them. Kisha, miqtë e mi, në çdo brez ka nevojë të dëgjoj fjalët e Zotit. Kur ne themi që kisha ka nevojë të dëgjoj fjalën e Zotit, çfarë ne po themi është që kisha ka nevojë të dëgjoj Ungjillin. Kisha ka nevojë të dëgjoj Ungjillin. Ungjilli i predikohet kishës në çdo brez. Nuk mund të themi që s'është më për ne, nuk mund të themi që na është predikuar, nuk mund të themi që ne i kemi për ata. Jo. Ungjilli i predikohet kishës. Amen. Dhe kisha ja demonstron botës.
Dhe në historinë tonë, vëllezër dashur, motra dashura, ne shikojmë se si Jezusi thot, vargun 35, ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat. Ne kemi nevojë si krishterë që të jemi të rrënjosur tek Ungjilli. Të jemi të rrënjosur tek fjala e Perëndis. Kur Ungjilli thot dhe Jezusi flet dhe Jezusi thot, Ungjilli është duke na thënë që ne si krishterë aq më shumë kemi nevojë ditë për ditë ta dëgjojmë zërin e Tij. Të jemi të themeluar, të jemi të rrënjosur në fjalën e Tij. Dhe kur ne do të jemi të rrënjosur në fjalën e Tij, atëherë është koha, miqtë e mi, sepse themelin e kemi të sigurt, është koha për të ngritur syt lart. Është koha për të parë vizionin profetik. Është koha për të dëgjuar zërin e qiellit. Ngri syt e tu lart. Shiko pak për te. Mos shiko vetëm rrethanat që ty të rrethojnë. Merr perspektivën e Perëndis. Shiko se si përreth teje fushat po zbardhojnë. Kur ne ecim rrugët të qyteti, a shikojmë vetëm padrejtësinë? A shikojmë vetëm rrëmujën, kaosin e gjithë gjërat e tjera? Apo ne dëgjojmë zërin e qiellit? Ne shikojmë vizionin e qiellit. Ngrini sytë tuaj lart, shikoni sepse fushat janë të bardha, janë gati për korrje. Të kërkosh rizgjim është vazhdosh, miqtë e mi të dashur, të themelohesh në Krishtin. E para. E dyta, është të vazhdosh të shikosh vizionin e qiellit. Çdo brez, miqtë e mi, ka nevojë ta marrë Ungjillin përsëri, sepse çdo brez ka një korrje të re për të marrë. Unë kam marrë në besim në vitin 1991. Unë i përkas brezit të parë. Koha po vjen që një brez i ri duhet të marrë të korrat e reja në këtë këmbë. E ai brez duhet përsëri ta dëgjojë fjalën e Perëndis. E ai brez duhet të shikojë vizionin e Perëndis. Amen. Nuk e dia duhet shkoj këtu, por shkurtimisht po jua në librin e Ezekielit, miqtë e mi të dashur. Libri i Ezekielit hapet me vizionin që Ezekieli shikon. Mirë po, ka një zhvillim progresiv, ka një domethënë ngritje pak nga pak në vizionin që ai shikon. Sepse në fillim Ezekieli shikon 4 qenie të gjalla. Shikon engjëj. Shumë prej nesh, në qoftë se kemi parë engjëj, ne jemi të vetkënaqur. Vizioni i engjëjve ne na mjafton. Por shihni me kujdes. Mbasi Ezekieli shikon 4 qenie të gjalla, vargu 22 thuhet: mbi kokat e 4 qenieve të gjalla ishte shëmbëllimi i një kupe qiellore. Përmbi engjëjt, miqtë e mi të dashur, është kupa qiellore. Po nëse shkon vargu 26 është mbi kupën qiellore ishte mbi kokat e tyre ndodhej një që i ngjante një froni. Ai shikon fronin e Perëndis. E mëtej, mbi fron qëndron një i ulur. A shikoni, miqtë e mi, kisha sot ka nevojë dhe një herë të shikoj vizionin e Perëndis. Ka nevojë ta dëgjoj Ungjillin dhe ka nevojë, si në çdo brez, të shikoj vizionin e Zotit për të korrat.
në vargun 36, 37, dhe ai që korr e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që të gëzohen së bashku, ai që mbjell dhe ai që korr, sepse në këtë mënyrë vërtetohet e thëna, njëri mbjell e tjetri korr. Parimi i mbretërisë Perëndis, vëllezër e motra, është që në mbretëri janë ata që mbjellin dhe janë ata që korrin. Vini re që ai që korr, sepse ne gjithë duam të marrim rizgjimin, duam të marrim të korrat e Perëndis. Vini re që Bibla thot ai që e korr e mbledh frutin për jetën e përjetshme. Fruti që ne korrim, vëllezër e motra, nuk është për ne. Fruti nuk është për kishën. Fruti është për mbretërinë e Perëndis. Fruti është për lavdinë e Zotit. Dhe kishat tona kanë nevojë dhe një herë të luftojnë për këtë frut, për jetën e përjetshme. Jo për ne, jo për kishën tonë, jo për organizatën tonë, jo për rritjen tonë, po për nderin dhe lavdinë e Perëndis dhe shpëtimin e shpirtrave të humbur. Amen. Kështu shkon në mbretërinë e Zotit, vëllezër e motra. Janë ata të cilët mbjellin e janë ata të cilët korrin. Ne jetojmë në Strug ka 4 vjet dhe unë kam takuar njerëz cilët kur kanë dëgjuar që ne jetojmë në Strug, më kanë thënë: "Wow, ti jeton në Strug, sa bukur. Në vitet 80 ne kemi ardhur në Strug, nga Struga qytet kufitar, dhe ne shikonim Shqipërinë me sy të lirë dhe atje ne jemi lutur për Shqipërinë." Dikush ka mbjellur me lot, vëllezër e motra. Dikush ka mbjellur me lot. Dhe ne hym në bekimin e atyre që u munduan. Dhe ne marrim bekimin e atyre të cilët mpollen. Kur kemi shkuar në Gjilan, në vitin 2007, më falni, na u tha që atje nuk ka të krishterë, apo jo? Dhe na u tha që atje s'kishte pasur kur të krishterë. Dhe ne menduam se ishim të parët që shkuam në Gjilan. Mirë po, mbas disa vitesh morëm vesh që përpara luftës të vitit 99, Kisha Bashkia e Popullit Zotit kishte shkuar për një ditë ungjillizimi në qytetin tonë me 50 veta. Dhe atë ditë ata ishin lutë për qytetin dhe kishin ungjillizuar. Dhe në fund të ditës policia i arrestoi të gjithë. Kur unë e dëgjova këtë histori, zemra ime u trondit. Dhe unë kuptova që plani i Perëndis është më i madh. Asnjëherë nuk duhet mendojmë që unë jam i pari. Asnjëherë nuk duhet mendojmë kush është i pari, sepse miqtë e mi, i pari është Perëndia. I pari është ai që është Alfa dhe Omega. Dhe unë mendoj që ne në Shqipëri kemi nevojë të kuptojmë trashëgimin ton dhe ta marrim atë. Bibla thot njëri mbjell dhe tjetri korr. Rizgjimi, miqtë e mi të dashur, është ta marrësh atë për të cilën ti nuk ke merit. Sepse Bibla thot të tjerë u munduan dhe ju hyt në mundimin e tyre. Po si, shtrohet pyetja vallë. Pali thot në letrën e Korintasve, se nëse e mbani mend, në letrën e Korintasve kishte probleme për çarjen kish, sepse ata thoshin prit një sekond, Pali ishte i pari, ai është më i rëndësishëm. Po këtu erdhi dhe Pietri na predikoi. Po Apollo erdhi dhe ai na i tregoi rrugën e besimit, nga ai u dishepullizuan vërtet. Dhe Pali i thot, o vëllezërit e mi të dashur, e keni kuptuar gabim. Sepse në mbretërinë e Perëndis, njëri mbjell e tjetri ujit, por në fund Perëndia e bën që të rritet. Kjo është e letra e parë e Korintasve, kapitulli 3, vargu 16.
Zoti e ka bërë të rritet. A shikoni pra, në fjalën e Perëndis, nuk është as ai që mbjell, e as ai që korr, po është ai që e bën frutin të rritet. E ai, miqtë e mi, është Perëndia. Jezus i thot, unë ju dërgova, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jezus i thot, unë ju dërgova që ju të korrni atë për cilën ju nuk u mundua. Kur ne dëgjojmë në Ungjil, në fjalën e Perëndis, që Zoti thot, unë ju dërgova, ne kuptojmë, miqtë e mi të dashur, që misioni është i Tij. A shikoni, që në fillim të Biblës, iniciatori është vetë Perëndia. Nuk ka ndodhur asnjëherë që njeriu të jetë iniciatori. Që në fillim të korave, Zoti është iniciatori. Në të vërtetë, që në kopshtin e Edenit, Perëndia është ai që vepron për të mbuluar lakurisinë e bijve të Tij. Miqtë e mi të dashur, ky lajm për mua si krishter është çlirues. Sepse ai është iniciatori dhe Bibla thot, ai që e ka filluar një punë të mirë, ai do ta çojë deri në fund, ai do ta përfundojë. Dhe ja ku është siguria e bijve të Perëndis. Ja pse bijtë e Perëndis vazhdojnë e dëgjojnë zërin e Tij, unë ju dërgova. Për të bërë çfarë? Për të marrë atë që unë ju kam dhënë. Për ta korrur atë për të cilin ju nuk u munduat, por të tjerët u munduan. Unë dua të shikojmë 3 aspekte të kësaj të vërtete të Perëndis. E para, ne duhet vazhdojmë ta dëgjojmë fjalën e Zotit, miqtë e mi. Së dyti, kur Bibla thotë që të tjerë u munduan, ne duhet ta kujtojmë veprën e Perëndis. Kur pastori ishte me Nusen dhe me Mateon në Strug herën e fundit, ne folëm për historinë e kishës Fitoria, apo jo? Edhe ishte shumë bukur sepse pastori na i tregoi, unë e di historinë e kësaj kishe, se i kam njohur ata që i kanë futur duart në punë për ta mbjell këtë kishë. Ata që kanë punuar që në fillim fare. Edhe ishte shumë bukur sepse historia e pastorit mua më bëri të kujtoj që ju e kujtoni historinë. Ju e mbani mend. Dhe në Bibël, në fjalën e Zotit, njerëzit e Perëndis janë thirrur ta kujtojnë. Mos ta harrojnë veprën e Zotit. Mos ta harrojnë veprën atyre të cilët kanë shkuar përpara. Ne nuk jemi të parët. Të tjerë kanë shkuar përpara nesh. Edhe e treta, ne duhet nderojmë. Ne duhet nderojmë, miqtë e mi të dashur, veprën e atyre të cilët kanë shkuar përpara nesh. Veprën e atyre të cilët kanë mbjellur me lot. Ne duhet ta kujtojmë e ne duhet ta nderojmë. Kur ishim në Gjilan, erdhi një djalë në besim. Ai ishte i pari që erdhi në besim nga shërbesa jonë. Kur erdhi në besim, ai ishte 17 vjeç. Edhe patjetër ne u gëzuam sepse ishte i pari besimtar në atë familje. Ne mendonim se ishte i pari. Po koha kaloi dhe kuptohet, ne i kishim treguar dhe historitë e jetës tonë, dëshmitë se si ne kemi ardhur në besim. I kishim treguar për heronjtë e besimit tonë, njerëz si Von Golder, njerëz si Nazhu Adiba, njerëz si Pastor Ali Kurti, Pastor Xhevdet Arapi, etj. Dhe ai dhe të tjerët kishin dëgjuar për këto persona. Dhe pak a pak kishin filluar dhe t'i takonin. Në të vërtetë unë i kisha sjell të rinjt, edhe këtë djalin i kisha sjell në Tiranë për ta takuar Nazhuan te kisha Emanuel në Kamës. Nazhua ishte gjallë në atë kohë. Një ditë ky djali vjen tek unë, ishte akoma adoleshent, edhe thot, "Gjen, nuk do ta besosh." Çfarë i them? Kishin ardhur njerëz për vizitë dhe duke pi çaj, se në Kosovë pije çaj më shumë se sa kafe. Dhe ai tha, duke pirë çaj, ato bisedonin, tregonin histori të vjetra, dhe ndër tjerat folën për një braziliane që ka ardhur për vizitë në vitet 80 në shtëpinë tonë. Dhe ky
Po i dëgjonte, domethënë kush pas ka qenë kjo braziliani që pas ka ardhur shtëpinë tonë në vitet 80. Fjalë pas fjale, personin fjalë ishte vetë në Azhuadiba. Në këtë shtëpi kishte hyrë një ëngjëll. Në vitet 80, në këtë shtëpi kishte hyrë dikush. Dikush që kishte sjell fjalën e Perëndis. Dikush që kishte sjell dritën e ungjillit. Dikush që ishte lutur. Vitet kaluan dhe njerëzit harruan. Por miqtë mi të dashur, Perëndia nuk harron. Perëndia nuk harron. E nëse ti do të mbjellësh me lot, nëse ti do të lutesh me përgjërim përpara qiellit, njerëzit do të harrojnë lutjen tënde, por Zoti s'ka për ta harruar. Por Perëndia nuk ka për ta harruar kurrë atë lutje. E ajo lutje e mundimit do të bëhet rruga e lehtë që dikush tjetër do të vijë e do të marrë rrezimin. Çfarë doni? Të merrni rrezimin apo të mbillni me lot? Është më e vështirë të mbjellësh me lot. Soni nusja ime lutet çdo ditë me një grup ndërmjetësuesish nga Shqipëria në orën 6 deri në 7 mëngjesit. Ka ditë që janë 2 ndërmjetësuese. Ka ditë që janë 3. Ka ditë që janë 4. Ose 5. Ato luten në Zoom në të vërtetë, sepse ne jetojmë në Strugë dhe nuk luten përmes Zoomit, lavdi Zotit për mundësitë. Dhe nganjëherë mua më del gjumi nga lutjet e tyre. Perëndia nuk ka për t'i harruar ato lutje. Në Azhuadiba, miqtë e mi, kishte shkuar atje përpara se unë të shkoj. Shive, nuk është Nazhua që ka mbjell. Nuk jam unë që kam korrur, është Perëndia që e ka bërë të rritet. Babai këtij djalit, kur kishte qenë djali i ri në universitet, gjithashtu ai kishte kënduar në korin e kishës Bashkia e Popullit të Zotit në Prishtinë. Ne nuk e dinim. Koha kaloi dhe e vërteta doli në dritë. Zoti nuk do të harrojë veprën dhe mundimin tënd. Mos mendoj që ta ungjillizoj dikë, nuk është kaq e rëndësishme, sepse unë nuk e sjell dot te Krishti. Ti ndoshta nuk e sjell dot te Krishti, por ndoshta ti do të mbjellësh diçka në zemrën e atij personi. E Perëndia nuk do ta harrojë atë mbjellje. Zoti do të bëjë që ajo mbjellje do të rritet. Amen. E kështu, miqtë e mi të dashur, Bibla na thret që të kujtojmë. Bibla na thret të kujtojmë historinë, të kujtojmë çfarë Zoti ka bërë. E çfarë duhet të kujtojmë? Me këtë dua t'ju lë me këto mendime. Çfarë duhet kujtojmë ne, miqtë e mi të dashur? Cilët janë ata të cilët shkuan përpara nesh? Hebrej 1:1. Perëndia mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve. Me anë të profetëve. Në këto ditë të fundit na foli me anë të Birit. Ka shumë të krishterë të cilët nuk arrin dot ta lexojnë dhjatën e vjetër. Ka shumë të krishterë të cilët mendojnë se të lexosh dhjatën e re është mjaft. Por Bibla, miqtë e mi të dashur, ne na thotë që Perëndia ne na foli. E ne kemi nevojë si të krishterë në brezin tonë, këtu në Shqipëri. Ne kemi nevojë ta dëgjojmë zërin e ëmbël të Atit tonë qiellor. Ne kemi nevojë ta dëgjojmë përshpërimën e frymës së Perëndis, që ne na flet përmes profetëve. Ne na flet përmes gjithë dhjatës vjetër. Bibla thotë që i gjithë ligji dhe profetët ne na dëshmojnë për Krishtin. Si do ta njohim Krishtin nëse nuk kemi dëgjuar dëshminë e Perëndis përmes profetëve të dhjatës së vjetër? Po ashtu në librin e Hebrejve kapitulli 12, vargu 1 dhe 2, thuhet kështu:
Prandaj dhe ne duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh. Vëllezër e motra, ne nuk jemi të parët dhe ne nuk do të jemi të fundit. Jezus Krishti është Alfa e Omega. E ne qëndrojmë në mes të historisë, duke kujtuar që Zoti do ta bëjë veprën e tij. Çfarë duhet kujtoj kisha? Kisha duhet kujtoj fjalën e Perëndisë. Sa bukur ishte sot, u lexua fjala e Zotit. U lexua psalmi. Haleluja. Le të lexohet çdo javë në kishën e Zotit, fjala e Perëndisë. Le mos harrohet fjala e Perëndisë. Së dyti, çfarë duhet kujtojmë ne miqtë e mi? Ne duhet kujtojmë miqtë e mi që ai që na dërgon është ai që ka shkuar përpara nesh. Në qoftë se ti ke një komshi të vështirë, një mik, një koleg pune, një të afërm, dhe ti e ke të vështirë të arrish atë person me ungjillin, e ti ndoshta ndihesh i mangët, ti ndoshta ndihesh inferior, ti ndoshta ndihesh që ti nuk din si ta arrish. Ti mendon se është në dorën tënde. Unë dua të them, është në dorën e tij. Mi por në dorën e tij ai ka një vegël. Ajo vegël është jeta ime, miku im. Ajo vegël është jeta jote. Kur ai nuk do të dërgoj diku ku prezenca e tij nuk ka qenë. Se kur Zoti thot, ja unë po ju dërgoj, premtimi është prezenca e tij është me ne. Miqtë mi të dashur, ne kujtojmë që me ne është ai që kur s'na lë e kur nuk na braktis. Emri i tij është kaq i ëmbël. Emri i tij është kaq i mrekullueshëm. Ai është Jezusi. Miqtë mi të dashur, dua t'ju them gjithashtu që reja e dëshmitarëve janë gjithë etrit tanë, gjithë nënat tona që kanë shkuar përpara nesh. Unë dua t'ju them ju që si një person që i përkas brezit parë të besimtarëve në Shqipërinë post-komuniste, unë kam dëgjuar shumë herë të krishterë në Shqipëri që thonë, dëgjoni me kujdes, është shumë vështirë sepse ne jemi brezi parë. Unë dua të them jo. Jo, vëllezër. Ne nuk jemi brezi i parë. Perëndia nuk e ka lënë veten e tij pa një dëshmi në këtë këmbë. Ishin 5 burra atje në Korçë, më duket. Ishin 5 burra. Ju e dini historinë. Një nga ata 5, miqtë e mi të dashur, Korça ja kishte vënë epitetin shenjtori. Ai ishte njëri i thjesht, punëtor, nuk është se ishte ndonjë zyrtar ose. Po qyteti e quante shenjtori, sepse jeta e tij fliste pa folur, miqtë e mi. Dhe unë dua të them që ne kemi nevojë të kujtojmë se ky këmbë, Perëndia nuk e ka lënë këtë këmbë pa një re dëshmitarësh. Unë nuk mund të futem në shumë histori, se ne s'kemi kohë sot. Po unë du të them diçka, edhe unë po ju flas nga zemra, po ju flas shumë hapur. Unë kam punuar për vllazërinë ungjillore të Shqipërisë 6 vjet. Dhe në ato 6 vjet ne jemi përpjekur dhe kemi dokumentuar historinë e kishës Shqipëri. Përpara disa vitesh unë mora një telefonat dhe pyetja që më bë është ku është arkiva e Vushit. Miqtë e mi të dashur, zemra ime u coptua. Sepse historia ka humbur. Miqtë e mi të dashur, historia nuk mund të humbë, sepse është shkruar në zemrat e njerëzve. Por njerëzit duhet ta kujtojnë, njerëzit duhet flasin, njerëzit nuk duhet ta harrojnë veprën që Perëndia ka bërë. Sepse miqtë e mi të dashur, dikush ka mbjell që ne do të korrim. Dikush ka mbjell me lot
Dikush është lutur e dikush ka agjëruar. Në kohën që ne kemi qenë Gjilan, 8 vitet e para, ne pothuajse s'kemi parë fare frute, ose e thënë ndryshe kemi parë shumë pak. Për 8 vite, më shumë lutje dhe agjërim. Mbaron ato 8 vite? Në 2 vitet e fundit. Wow! Një nga një jetët po vinin në mbretërinë e Perëndis, në mbretërinë e Zotit, miqtë e mi të dashur. E unë dua t'ju lëju me këtë mendim që çdo brez, sipas fjalës Perëndis, merr atë për të cilën nuk u mundua. E çdo brez mundohet për atë që nuk e merr dot. Ta them edhe një herë, çdo brez, kështu ka qenë gjithmonë, kështu do të jetë gjithmonë. Çdo brez merr atë për të cilën nuk u mundua. Dhe njëkohësisht, çdo brez duhet mundohet për atë që nuk e merr dot. Kjo është një nxitje sidomos për ndërmjetësuesit. Në qoftë se kisha në Shqipëri, do t'i uli gjunjët përpara shumë të lartit. Në qoftë se gjunjët tanë do të përulen, do të thyhen në agjërim përpara Zotit, në thyrje, në përgjërime, në lutje, në ndërmjetësim, Zoti do ta bëj. Zoti do ta bëj. Le të lutemi së bashku. Atë qiellor, të falenderojmë ty për fjalën tënde. Atë qiellor, të falenderojmë ty që ti je me ne. Atë qiellor, të falenderojmë ty që ardhmëria këtij kombi e fëmijëve tanë, e bijve tanë, bijve të bijve tanë, Zot. Për 1000 breza, Zot është në gojen e atyre që adhurojnë emrin tënd. Në gojen e atyre që nuk pushojnë ditë dhe natë. Nuk pushojnë, Zot, duke thirrur emrin tënd. Nuk pushojnë duke thirrur si zëri në shkretë të tirë. Prandaj, Zot, ne ulim gjunjët ta në këtë ditë. Ne të falenderojmë ty për atë që ne kemi parë në brezin ton. Për një rizgjim, Zot, që ne kemi parë dhe e kemi dëshmuar. Zot, për ne besojmë që koha ka ardhur. Zot, që një brez i ri të marri të korrën që ti po e përgatit. Po e bën gati për nusen tënde, për kishën tënde, për nderin dhe lavdin e birit tënd. Zot, përgatiti zemrat tona. Zot, na ndihmo të mos harrojmë. Na ndihmo të kujtojmë. Na ndihmo të nderojmë. E na ndihmo të vazhdojmë të mbjellim. E na ndihmo të vazhdojmë të korrim. Me besim, Zoti Jezu Krisht, me një përkushtim të vërtet të zemrës tonë, o Zot, sepse ti je i denjë të marrësh, Zot, frutin e mundimeve të tua. Prandaj ne themi, Zot, ky komb të takon ty. Prandaj ne themi që ky qytet, Tirana, është e jotja. Prandaj ne themi që kjo kish është e jotja. Prandaj ne themi që familjet tona, bijtë tanë, pasardhësit tanë, të përkasin ty. Prandaj ne ti dedikojmë ty ata dhe ne themi ardh mbretëria jote. U bëft vullneti yt, Zot. Le të vinë bijtë në shtëpi, le të shpëtohen shpirtrat e humbur, le të vinë, Zot, një e nga një, Zot, dhe pastaj turma të vinë në shtëpinë tënde, të jenë të hapura dyert e shtëpisë, sepse plankprishësit po vinë, të humburit po vinë në shtëpi, sepse bariu po i kërkon, bariu po i thërret,
Bariu po dërgon miqt e ti thërrasin, ti mbledhin në dhemshuri, në dashuri, në fuqin e frymës tënde të shenjtë. Prandaj ne përulemi Zoti ynë qiellor, hati ynë qiellor, dhe themi, ja ku jemi ne bijtë tu, siç ti dërgove dishepujt e tu, apostujt e tu, të lutemi Zot, na dërgo dhe ne, na jep frymën tënde të shenjtë, Zot, na diq me zjarrin tënd, Zot, ne nuk shkojmë dot nëse prezenca jote nuk është në zemrat tona. Prandaj digji zemrat tona edhe një herë me zjarrin e dashurisë tënde. Vendos Zot shenjën mbi ballin ton, na shenjo me prezencën tënde. Shko me ne Zot, se nëse ti nuk shkon, si Mojsiu tha, si mund të shkojmë ne, mos na dërgo prej këtu. Ne të falenderojmë, ne të adhurojmë në emrin e Jesu Krishtit. Amen.